Ndeshjen Malisheva Drenica kemi shkuqitur vetëm një rast, kemi rastin e minutës 90+, ku gjyqtari Kastrati merr vendimin e fushë për penalti, por këtë situatë kyçet vari, ku e fton gjyqtarin për shqetësim të pamjeve. Këtu kemi lojtari sulmues i Drenicës, godet topin i papenguar nga lojtari numër 44 i Malishevës, i cili tenton të arrijë tek topi. Këtu s'kemi ndonjë ndërhyrje apo pengim që lojtari sulmues i Drenicës do të pengohej tek goditja e topit. Gjyqtari pas rishikimit të pamjeve anulon vendimin e fushë penaltin me të drejtë dhe loja fillon me lëshimin e topit nga dora për portierin e Malishevës. Ndeshjen Prishtina-Frejzaj kemi shkuqitur minutën e 58, ku sulmuesi Frejzaj me numër 22 pengohet nga mbrojtësi me numër 22 i Prishtinës që të arrit tek topi dhe të rrezikon të portën. Këtu shihet një mbajtje dhe tërheqje mbrojtësit Prishtinës, ku nuk e ka për qëllim topin, po ta pengon lojtarin sulmues Frejzaj që të shënoj në zonën e 16 metrëshit. Këtu me të drejtë gjyqtari Nuza sinjalizon për penalti, për mbajtje dhe tërheqje, dhe ndëshkon me karton të verdh mbrojtësin e Prishtinës. Në ndeshjen Gjelani-Llapi kemi minutën 2, ku lojtari i Llapit me numër 9 vjen me një intensitet të lartë dhe godet portierin me pjesën e gjuhit, i cili kishte topin në posedim të plot në pjesën e fytyrës, pra në nofull që mund të shkaktoj lëndime serioze, pra ta cënoj shëndetin e lojtarit. Gjyqtari Dakaj me të drejtë ndeshkon me karton të kuq, ku kjo ndërhyrje hyn në kategorinë e ndërhyrjeve serioze, ku cënohet shëndeti i lojtarit, këtë rast portierit, ku kemi edhe hyrjen e autoambulancës në fushë. Ekipi i varit në pamjet që ka në monitor, gjyqtari Dakaj ja ka konfirmuar kartonin e kuq për ndërhyrje serioze, pra vendimin e marrur në fushë.